ishte më e vogël barra e peshës financiare? Vetëm në shkurt të këtij viti, Ministrisë Financave i kanë shkuar 38 milion euro vendime gjyqësore përmbarimore për ekzekutim. Vetëm në shkurt të këtij viti, muajin shkurt këtij viti. 38 milion euro kanë shkuar. 28 milion euro ju dedikohen mësimdhënësve, 10 milion euro ju shkojnë për mbaruesve. Pra, 10 milion euro ju shkojnë për mbaruesve. Kam fituar për mbaruesit? Po kam fituar për mbaruesit vetëm në muajin shkurt nga vendimet përmbarimore gjyqësore. Dhe Ministri i Financave Hekoran Murati e bën një reagim dhe thotë që kjo gjendje është serioze dhe është e shkaktuar nga qeveritë e kaluara, që është e saktë, është e vërtetë, dhe është e shkaktuar në fushatat zgjedhore ose në prag të fushatave zgjedhore, që edhe kjo është e saktë dhe e vërtetë. Dhe kërkon nga prokuroria që të ndërmarr hapa për të ndëshkuar ata që kanë bërë një gjendje të tillë ose kanë krijuar një gjendje të tillë. Ne si institut, në analizën që kemi bërë, nuk e kemi ftuar prokurorinë, por e kemi ftuar ministrinë që të bëjë zgjidhje. Dhe unë me të gjykoj që edhe ministria... Si do të bënë të zgjidhje? Edhe ministria mund të bëjë zgjidhje, përkatësisht qeveria e Kosovës. Jo, nuk ka nevojë të ndryshohet asnjë ligj, sepse pasojat janë kriju. Gjykatat nuk nxjerrin vendime për ato që janë, sepse kontrata kolektive në arsim dhe shëndetësie ka shfuqizuar qeveria e Kosovës. Ka shfuqizuar në vitin 2023. Dhe pas vitit 2023 mo asnjë vendim nuk vlen, përkatësisht nuk përllën më pasoja kontrata kolektive, sepse ato e ka shfuqizuar. Por deri në vitin 2023 ka vlet këto kontrata kolektive, por rrjedhoi dhe pasojat janë krijuar. Çka mund të bëjë qeveria e Kosovës, ose çka duhet të bëjë qeveria e Kosovës është krijimi i një fondi buxhetor në vlerë të zonë prej 100 milion eurove, dhe t'i thot Ministrisë Financave përkatësisht thesarit se gjitha rastet përmbarimore gjyqësore që vijnë nga këto burime që janë shkaktuar, parat merren nga ky fond dhe jo nga komunat e Kosovës. Dhe jo me përmbarues. Dhe këto mund ta bëj. Po edhe mund të shkoj edhe në forma tjera që të shmangët forma e përmbarimit, përkatësisht të shkohet në formën e negocimit. Por a do ta preferonin këtë mësimdhënësit, nuk e di. Kam dyshimet e mia për shkak të faktorëve të ndryshëm këtë drejtim, por Instituti GAP ka ofruar një numër rekomandimesh e sugjerimesh se si të dilet nga kjo situatë, për shkak të mos konstituimit të Kuvendit Kosovës e përjelloj as qeverisë, ne nuk kemi mujtur këto rekomandime të dërgojmë akoma tek vendimarrësit, por besoj që në periudhën e parë pas konstituimit të institucioneve, ne edhe të gjeturat, edhe rekomandimet do t'i çojmë në adresë të tyre. Po tani do të flasim pak edhe për disa borxhe të tjera që në fakt nuk janë vetëm komunat ato që u kanë borxhe qytetarëve, por edhe qytetarët kanë shumë borxhe ndaj komunave. Për shembull, vetëm në Prishtinë qytetarët i kishin borxh 86 milion euro ndaj komunës. 270 milion është në krejt komunat e Kosovës. Po kur është kështu gjendja, kujt i atribuohet dështimi? A është kjo për shkak të paaftësisë së komunës për të administruar borxhet? Pse janë lejuar këto borxhe? Pse janë grumbulluar kështu? A nuk mundet edhe komunat shkojnë me përmbarim dhe t'i mbledh borxhet e veta? Pyetje shumë e vend. Do thotë përderisa qytetarët po e shfrytëzojnë mekanizmin e gjyqësor e përmbarimor për t'i marrë të drejtat e tyre, atëherë pse komunat nuk po e shfrytëzojnë këta? Unë gjykoj që janë dy arsye. Një arsye është e pranueshme, e logjikshme, dhe një arsye tjetër nuk është e tillë. Arsyeja e parë që është e pranueshme është që keni parasysh, këto janë borxhet krijuara nga viti 2008 e tutje, sepse ka ekzistuar një ligj për faljen e borxheve të vitin 2008. Dhe nga viti 2008 deri në vitin 2025 e kemi këtë nivel të borxheve. Ky është borxh nga viti 2008. Në momentin që komuna e dërgon ta zonë bekimin në përmbarim për borxhin nga 2008 deri në 2025, gjykata nxjerr vendim që unë i obligohen na komunët vetëm për 2 vitet e fundit, jo edhe për vitet paraprake. Për shkak që do thotë të parashkrimit të borxhit, vjetërsisë së borxhit. Dhe këta një komuna pretendon ose pret në moment tjetër të caktuar që mund ta laj borxhin nga 2008 deri në 2025, e pse komuna mi humb ta zonë për shembull 13 vite tjera. Cila ishte ajo mundësi? Si mund gjendet ajo mundësi që të mos humbën krejt ato vite? Çfarë forme? Mendon komuna se mund t'i kthej paratë veta? Që nëse unë e shes shtëpinë time dhe kam borxh tatim pron nga viti 2008, blerësi nuk ma blen mu shtëpinë
pa e lanë komplet borxhin. Dhe më thonë, momentin e shitblerjes, blerësi të detyron që ta marrë fakturën 0-0. Dhe komuna i pet këto raste, ose natyren e këtyre rasteve, që qytetarët ta paguajnë tërsinë e borxhit e jo vetëm 2 vite të punë. Se nuk është se karakterizohet si popullsi që zhvendosemi brenda për brenda vendit shumë. Tani është edhe një çështje tjetër, Mimoza. Komuna kur e parashtron në rastin e gjykatë për mos pagim të tatimit për unë për 2 vite. Ta zon për 15 vite. Ta zon gjykatat e marrin vendime vetëm për obligim për 2 vite. Dhe tani unë e obligon atje japi komunës 600 euro borxh, ndërkaq komuna obligohet ta paguajë për mbaruesin 700 euro ose 900 euro. Në secilin variant komuna po del humbje. Në secilin variant komuna po del humbse. Qoftë duke tentuar të mbledh borxhin, qoftë duke mos mbledhur borxhin, këto janë para të humbura. Sakt. Kur e kemi analizuar rastet për mbarimorën në komuna, avokat na kanë shpjeguar shumë mirë, domethënë natyrën e vendimeve gjyqësore të këtyre rasteve. Apo ndodh edhe kjo për shkak të defektit ligjor, që ligji që të përmbarohet lënda janë parime të parashkruhet, më fal. Janë parime të së drejtës, që atë nuk i aplikon veç Kosova. Pra, secili shtet i aplikon parime të së drejtës, cilat janë të përgjithshme. Po, mbi këto parime do të cyteshin gjithë të tjerë mos paguajnë obligime. Pyetja gjykoj që do duhet të vlente është pse një vendim për mësimëllën si po vlen 2010-ën, ai po i merr parat e 2010-ës, ndërkaq komuna nuk po mund të i marr parat e 2022-ës. Po vetëm 2023-ës dhe 2024-ës. Për shkak që jurista na kanë shpjeguar këtë dilemë që kemi pas, për shkak që aja çka unë kam me institucionin është e drejtë. Ndërkaq aja çka unë kam me institucionin është obligim. Dhe obligimi që institucioni e ka, domethënë parashkruhet. Por obligimi që ka institucioni ndaj qytetarëve nuk parashkruhet. Pra ajo është e drejta jemja. Momentin që unë e kom fitu një drejtë në 2010-ën, ma nuk vjetërsuat e drejta. A mund themi që një praktikë e tillë